Sokrat Vata, 29 vjeçari identifikuar nga policia si autori dyshuar i vrasjes së një shtetasi francez rreth 20 vjeç në Ksamil, rezulton të ketë një të shkuar penale në Britaninë e Madhe. Në një artikull të publikuar nga BBC në vitin 2024, raportohet se Vata ishte dënuar me 5 vite burg nga gjykata e Kurorës në Cambridge, pasi kishte pranuar fajësinë për një sër veprash penale që lidheshin me trafikimin e drogës dhe drejtimin e rrezikshëm të automjeteve. Sipas BBC, Vata në ato kohë 27 vjeç ishte përfshirë në 2 ndjekje të veçanta nga policia britanike në Cambridge dhe Kent. Një prej episodeve kishte ndodhur më 13 prill 2024 në A20 pranë East Malling. Sipas raportimit, Vata nuk ju bindi urdhrit të policisë për të ndaluar dhe u ndoq nga efektivët. Gjatë ndjekjes, automjeti me targa të klonuara që drejtonte u përmbys. Vata nuk u kap në atë moment, por brenda automjetit policia gjeti disa qese me kokainë dhe targa automjetesh. Vetëm pak javë më vonë, më 30 prill, ai u përfshi në një tjetër ndjekje policore, këtë herë në Cambridge. Policia ishte njoftuar për një automjet tip Toyota RAV4 ngjyrë gri, të raportuar të vjedhur. Automjeti u lokalizua në Catherine Street dhe kur oficerët ju afruan Vatës, ai hipi mbi trotuar dhe u largua me shpejtësi, sipas versionit të autoriteteve britanike të cituara nga BBC. Gjatë ratisjes, Vata ndaloi për të lënë një pasagjer dhe më pas vazhdoi deri në Clara Rackham Street. Atje braktisi automjetin dhe u largua në këmbë. Sipas policisë britanike, gjatë largimit ai hodhi në një shkurre një pako me kokainë. Arratisja përfundoi kur efektivët e gjetën të fshehur në oborrin e pasëm të një banese në Cambridge. Në xhepat e tij ju gjetën 560 pound cash, ndërsa në automjet u sekuestruan edhe targa të tjera. Testet treguan gjithashtu se Vata kishte drejtuar automjetin në efektin e drogës. Më 25 shtator 2024, gjykata e Kurorës në Cambridge e dënoi Vatën me 5 vite burg. Sipas BBC, ai kishte pranuar më herët fajësinë për 2 akuza për posedim të drogave të klasit A me qëllim shpërndarjen, 2 akuza për drejtim të rrezikshëm të automjetit, posedim kanabisi dhe drejtim automjetin në efektin e drogës. Një oficer e policisë britanike përshkroi Vatën si të vendosur për t'u shmangur me çdo mënyrë policisë. Emri i Sokrat Vatës del tashmë në një ngjarje shumë të rëndë në Shqipëri. Sipas informacionit të policisë për ngjarjen në Ksamil, një shtetas francez rreth 20 vjeç u gjet pa shenja jete rreth orës 5:15 në shezllonët e plazhit përpara lokalit Principot. Nga hetimet paraprake, policia dyshon se njeriu francez është goditur me thik gjatë një konflikti për motive të dobta. Sokrat Vata, 29 vjeç, është identifikuar si autori dyshuar dhe sipas policisë është larguar menjëherë pas ngjarjes. Autoritetet po kryen kontrolle për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa hetimet për vrasjen vijojnë në hetimin e prokurorisë. Në këtë fazë, Vata konsiderohet autori dyshuar për ngjarjen në Principot të Ksamilit, ku edhe punonte si ruajtës shezllonesh dhe përgjegjësia e tij penale për këtë rast duhet përcaktohet nga organet e drejtësisë.